Data 2 mars. Eksodi, kapitulli 13. Zoti I foli Mojsiut duke I thënë: Më shenjtëro çdo të parlindur. Ai që çel barkun ndër bijtë e Izraelit, qofshin njerëz apo kafsh, më takon mua. Pastaj Mojsiu I tha popullit: Mbajeni mend këtë ditë, gjatë së cilës dolet nga Egjipti, nga shtëpia e skllavërisë, sepse Zoti ju nxori nga ky vend me dorë të fuqishme. Nuk do të hahet bukë me maja. Ju po dilni sot në muajin e Abibit. Atëherë pra kur Zoti do të bëjë që të hyni në vendin e Kanaaneve, të Hiteve, të Amoreve, të Hivejve dhe të Jebusejve që u është betuar etërve të tu të jap, vend ku rrjedh shumështi dhe mjalti, do të kryesh këtë rit gjatë këtij muaji. 7 ditë me radhë do të hash bukë të ndorme, dhe ditën e 7 do të bëhet një fest për Zotin. Do të hahet bukë e ndorme gjatë 7 ditëve, dhe nuk do të duket bukë me maja tek ju, as do të duket majaja pranë teje, brenda tërë kufive të tu. Atë ditë do t'ja shpjegosh këtë gjë birit tënd, duke I thënë: Bëhet kështu për shkak të asaj që bëri Zoti për mua kur dola nga Egjipti. Dhe do të jetë për ty si një shenjë mbi dorën tënde dhe si një kujtim ndër sytë e tu, me qëllim që ligji I Zotit të jetë në gojën tënde, sepse Zoti të bëri të dalësh nga Egjipti me dorë të fuqishme. Zbatoje pra këtë rregull në kohën e caktuar, vit pas viti. Kur Zoti do të ketë bërë që të hysh në vendin e Kanaaneve, ashtu siç të është betuar ty dhe etërve të tu, dhe do të ta ketë dhënë atë, do t'i shenjtërosh Zotit tërë ata që çelin barkun dhe çdo pjellje të parë të bagtisë që ti zotëron, meshkujt do t'i takojnë Zotit. Kështu do të shpengosh çdo pjellje të parë të gomarit me një shenjë, por në qoftë se nuk dëshiron ta shpengosh, atëherë thye jashafën. Kështu do të shpengosh çdo të parlindur të njeriut ndër bijtë tu. Kur në të ardhmen mbir yt do të pyes duke thënë: Çfarë do të thotë kjo? Ti do t'i përgjigjesh: Zoti me dorë të fuqishme na bëri të dalim nga Egjipti, nga shtëpia e skllavërisë. Dhe ndodhi që kur faraoni nguli këmbë të mos na lindte të shkonim, Zoti vrau tërë të paralindurit në vendin e Egjiptit, si të paralindurit e njerëzve ashtu edhe të paralindurit e kafshëve. Prandaj unë I bëj flis Zotit tërë meshkujt që çelin barkun, por shpengoj çdo të paralindur të bijve të mi. Kjo do të jetë si një shenjë mbi dorën tënde dhe një ballore midis syve të tu, sepse Zoti me dorë të fuqishme na bëri të dalim nga Egjipti. Kur faraoni e la popullin të shkojë, Perëndia nuk e çoi nëpër rrugën e vendit të filistejve, megjithse kjo ishte më e shkurtër sepse Perëndia tha që të mos pendohet populli kur të shoh luftën dhe të mos kthehet në Egjipt. Por Perëndia bëri që populli të vinte një herë për qark nëpër rrugën e shkretëtirës drejt detit të Kuq, dhe bijtë e Izraelit dolën të armatosur nga vendi I Egjiptit. Dhe Mojsiu mori me vete eshtrat e Jozefit, sepse I kishte vënë bijtë e Izraelit të betoheshin shprehimisht duke thënë: Me siguri Perëndia do t'ju vizitoj, atëherë I bartni me vete eshtrat e mia. Kështu ata u nisën nga Sukothi dhe fushuan në Etham, buzë shkretëtirës, dhe Zoti shkonte para tyre ditën në një kolonë resh për t'u udhëhequr në rrugë dhe natën në një kolonë zjarri për t'u bërë atyre dritë që të mund të ecnin ditën dhe natën. Kolona e reve nuk tërhiqej kurrë ditën përpara popullit, as kolona e zjarrit natën. Luka, kapitulli 16. U foli edhe më dishepujve të vet. Ishte një njeri I pasur që pati një administrator. Këtë e pa ditën se ja shkapërderdhte pasurinë atij. Atëherë ai e thirri dhe I tha: Ç'është kjo që po dëgjoj për ty? Jep llogari për administrimin tënd, sepse ti nuk mund të jesh më administrator. Dhe administratori tha me vete: Ç'do të bëj unë, sepse Zoti im po ma heq administrimin. Të gërmoj sa bëj dot. Të lyp më vjen turp. E di ç'do të bëj që njerëzit të më pranojnë në shtëpitë e tyre kur të hiqim nga administrimi. I thirrri atëherë një nga një ata që I detyroheshin zotërisë së tij dhe I tha të parit: Sa I detyrohesh zotërisë tim? Ai u përgjigj: 100 bad vaj. Atëherë ai tha: Merre deftesën tënde. Ulu dhe shkruaj shpejt 50. Pastaj I tha një tjetri: Po ti, sa I detyrohesh? Dhe ai tha: 100 kora grur. Atëherë ai tha: Merre deftesën tënde dhe shkruaj 80. Dhe zotëria e lavdëroi administratorin e padrejtë se kishte vepruar me mençuri, sepse bijtë e kësaj bote në brezin e tyre janë më të mençur se bijtë e dritës. Dhe unë po ju them: bëjeni miqt për vete me mamonin e padrejtë, që kur të keni mungesë, t'ju pranojnë në banesat e përjetshme. Kush është besnik në të voglat, është besnik edhe në të mëdhat, dhe kush është I padrejtë në të voglat, është I padrejtë edhe në të mëdhat. Pra në qoftë se ju nuk keni qenë besnik në mamonin e padrejtë,
kush do t'ju besojë të vërtetën? Dhe në qoftë se nuk keni qenë besnik në pasurinë e tjetrit, kush do t'ju jap tuajën? Asnjë shërbëtor nuk mund të shërbejë dy zotërinjve, sepse ose do të urrejë njërin e tjetrin do ta dojë, ose do të lidhet me njërin dhe tjetrin do ta përbuzë. Ju nuk mund të shërbejeni Perëndisë dhe Mamonit. Dhe farisejtë, të cilët ishin shumë të dhënë pas paras, i dëgjonin të gjitha këto dhe e tallnin. Dhe ai u tha atyre: ju jeni ata që nxirrni veten të drejtë përpara njerëzve, por Perëndia i njeh zemrat tuaja, sepse ç'është e lartë ndër njerëzit është e neveritshme para Perëndisë. Ligji dhe profetët arrin deri në kohën e Gjonit. Prej aherë shpallet mbretëria e Perëndisë dhe gjithkush përpiqet me forcë të hyjë në të. Por është më e lehtë që të mbarojnë qielli dhe toka se sa të bjerë poshtë qoftë edhe një pikë nga ligji. Ai që lë gruan e vet dhe merr një tjetër, shkel kurorën, edhe ai që martohet me një grua të lënë nga burri, shkel kurorën. Por ishte një njeri i pasur që vishej me të purpurta dhe me rroba të çmueshme prej liri të hollë dhe çdo ditë e kalon të shkëlqyeshëm. Atje ishte edhe një i varfër, i quajtur Llazar, që rrinte para derës së tij dhe trupin e kishte plot me plagë të majisura. Dhe dëshironte të ngopej me thërrimet që binin nga trueza e pasanikut. Madje edhe qend vinin e ja lëpinin plagët. Por ndodhi që i varfri vdiq dhe ëngjët e qua në gjita Abrahamit. Vdiq edhe pasaniku dhe u varros. Dhe në ferr duke qenë në mundime i çoi syt dhe pa nga larg Abrahamin dhe Llazarin në gjitën e tij. Atëherë ai bërtiti dhe tha: O atë Abraham, ki mëshirë për mua dhe dërgoje Llazarin të lag majën e gishtit të vet në ujë, që të më freskoj gjuhën, sepse po vuaj të merrsisht në këtë flak. Por Abrahami tha: O bir, kujto se ti ke marrë të mirat e tua gjatë jetës sate, po ashtu Llazari të këqijat. Tashti përkundrazi, ai po përdollehet këtu dhe ti vuan. Dhe mi të gjitha midis nesh dhe jush është vendosur një humner e madhe që ata që duan të kalojnë që këtej tek ju nuk munden, po ashtu askush nuk mund të kalojë që andej te ne. Por ai tha: Atëherë o atë, të lutem ta dërgosh atë të shtëpia e Timeti, sepse un kam 5 vëllezër e leti paralajmërojnë rreptësisht që të mos vinë edhe ata në këtë vend mundimesh. Abrahami i thot: Kanë Mojsiun dhe profetët, leti dëgjojnë ata. Por ai tha: Jo atë Abraham, por nëse dikush nga të vdekurit do të shkonte tek ata, do të pendoheshin. Atëherë ai tha: Nëse ata nuk e dëgjojnë Mojsiun dhe profetët, nuk do të binden edhe nëse dikush ringjallet prej së vdekurish. Jobi, kapitulli 31. Unë kisha bërë një beslidhje me sytë e mi. Si mund ta fiksoja pra shikimin tim mbi një virgjëresh? Cili është fati që më ka caktuar Perëndia nga atje lart, dhe trashëgimia të plotfuqishmit nga vendet e larta? A nuk është vallë fatkeqësia për njeriu e çoroditur dhe mjerimi për ata që kryen të keqen? Nuk i shikon ai të rrugët e mia dhe nuk i numëron të gjitha hapat që bëj? Në rast se kam vepruar me falsitet, ose në rast se këmba ime është shpejtuar të ndjek mashtrimin, le të më peshoj me një peshore të saktë dhe Perëndia do ta njohë ndershmërinë time. Në qoftë se hapat e mi kanë dalë nga rruga e drejtë dhe në qoftë se zemra ime ka ndjekur sytë e mi, apo nëse ndonjë njollu është ngjitur duarve të mia, le të mbjellun dhe një tjetër të haj, dhe pasardhësit e mi u çrrënjofshin. Në rast se zemra ime është mashtruar nga një grua dhe kam përgjuar në portën e të afërmit tim, gruaja ime le të bluaj për një tjetër dhe të tjerë u përkulshin mbi të, sepse kjo do të ishte një mbrapshti, një faj që duhet të dënohet nga gjyqtarët, një zjarr që konsumon deri në Abadon dhe do të kishte shkatërruar deri në rrënjë gjithë të korrat e mia. Në rast se kam hedhur poshtë të drejtën e shërbëtorit tim dhe të shërbëtores sime kur po grindeshin me mua, çfarë do të bëja kur Perëndia të ngrihej kundër meje dhe si do t'i përgjigjesha kur të më kërkonte llogari? Ai që më ka bërë mua në barkun e nënës, a nuk e ka bërë edhe atë? A nuk ka qenë po ai Perëndi që na ka krijuar në bark? Në rast se u kam refuzuar të varfërve atë që dëshironin dhe bëra të veniten sytë e gruas së ve, në rast se hëngra vetëm copën e bukës pa i dhënë një pjesë jetimit, por që në rinin time unë e rrita si një baba dhe që në barkë të nënës sime e kam ndihmuar gruan e ve, në rast se kam parë dikë të vdes për mungesë rrobash ose një të varfër që nuk kishte me sa të mbulohej, në rast se ijet e tij nuk më kanë bekuar dhe nuk është ngrohur me leshin e qengjave të mi, në qoftë se kam ngritur dorën kundër jetimit, sepse e dija që do të ndihmohesh atë porta, supi im u ndaft nga shpatulla, krahu im u theft në bryl. Sepse fatkeqësia që vjen nga Perëndia më kall drithma dhe për shkak të madhështisë së tij nuk mund të bëj asgjë. Në qoftë se kam pasur besim tek ari, dhe ari të kulluar i kam thënë ti je shpresa ime,
në rast se jam gëzuar sepse pasuritë e mia ishin të mëdha dhe sepse dora ime ka grumbulluar shumë pasuri, në qoftë se kam parë diellin kur shkëlqen ose hënën që shkonte përpara duke ndritur dhe zemra ime u mashtrua tinës dhe goja ime puthi dorën time, edhe ky do të ishte një faj që duhet të dënohet nga gjyqtarët, sepse do të kisha mohuar Perëndin që rri aty lart. Në rast se jam gëzuar për fatkeqësinë e armikut tim dhe u ngrita sepse e kishte goditur fatkeqësia, por unë nuk e lejova gojën time të mëkatonte duke i uruar të vdes me një mallkim, në qoftë se njerëzit e çadrës sime nuk kanë thënë kush mund të gjejë një që nuk është ngopur me mishin e tij. Përveç kësaj asnjë i huaj nuk e kalonte natën jashtë sepse i hapja portat e mia udhëtarit. Në rast se i kam mbuluar mëkatet e mia si Adami, duke e fshehur fajin tim në gjij, sepse kisha frikë nga turma e madhe dhe përbuzja e familjeve më të merronte, kështu që rria i heshtur pa dal nga shtëpia. Ah, sikur të kisha një që të më dëgjonte. Ja firma ime, i plot fuqishmi të më përgjigjet, kundërshtari im të shkruaj një dokument dhe unë do ta mbaja me siguri mbi shpatullat e mia dhe do ta mbaja si një diadem. Do t'i jepja llogari për të gjitha hapat e mi, duke ju përgjigjur si një princ. Në qoftë se toka ime vërtet kundër meje dhe brazdat e saj shajnë bashkë me të, në rast se kam ngrënë frytin e saj pa paguar, në rast se u kam nxjerr frymën e fundit zotërve të saj, në vend të grurit u rritshin ferra dhe barërat e këqija në vend të elbit. Këtu mbarojnë fjalët e Jobit. 2 e Korintasve. Kapitulli i parë. Pali, apostulli Jezu Krishtit nëpërmjet vullnetit të Perëndis dhe vëllai Timote, kishës së Perëndis që është në Korint, me gjithë shenjtorët që janë në gjithë Akain. Hir mbi ju dhe paqe nga Perëndia, Ati ynë dhe nga Zoti Jezu Krisht. Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezu Krisht, Ati i përdëllimeve dhe Perëndia i gjithë ngushëllimit, që na ngushëllon në gjithë shtrëngimin ton, që nëpërmjet ngushëllimit me të cilin ne jemi ngushëlluar nga Perëndia, të mund të ngushëllojmë ata që janë në çfarëdo shtrëngimi, sepse ashtu si ndër ne veprojnë vuajtjet e Krishtit, po ashtu me anë të Jezu Krishtit tepron edhe ngushëllimi ynë. Por nëse shtrëngohemi, kjo ndodh për ngushëllimin dhe shpëtimin tuaj, që bëhet nëpërmjet durimit të atyre vuajtjeve që vuajmë edhe ne. Nëse ngushëllohemi, kjo ndodh për ngushëllimin dhe shpëtimin tuaj. Edhe shpresa jon për ju është e sigurt, duke e ditur se ashtu siç jeni pjesëmarrës në vuajtje, kështu do të jeni edhe në ngushëllim. Sepse nuk duam, o vëllezër, që të mos dini për shtrëngimin që na ndodhi në Azi, kur nduam tepër për te fuqive tona, aq sa u dëshpëruam edhe për jetën. Por më tepër ne e kishim në veten tonë vendimin e vdekjes, që të mos besonim në veten tonë, por në Perëndin që ringjall të vdekurit, i cili na ka çliruar dhe na çliron nga një vdekje kaq e madhe, dhe tek i cilin e shpresojmë se do të na çlirojë edhe më tutje me ndihmën tuaj me anë të lutjeve për ne, që shumë njerëz të falenderojnë për dhuntinë e hirit që do të na jepet me anë të lutjeve të shumë njerëzve. Mburrja jonë në fakt është kjo. Dëshmia ndërgjegjes sonë se me thjeshtësinë dhe sinqeritetin e Perëndis, jo me urtësi mishi, por me hirin e Perëndis, u sollëm në këtë botë dhe më tepër te ju. Sepse ne nuk ju shkruajmë të tjera përveç atyre që ju lexoni dhe kuptoni. Dhe unë shpresoj se do t'i kuptoni deri në fund. Sikurse i keni kuptuar deri diku se ne jemi mburrja juaj, sikurse edhe ju për ne në ditën e Jezu Krishtit. Dhe me këtë bindje unë doja të vija te ju më parë, që të kishit një hir të dytë, dhe të kaloja nga ju në Maqedoni dhe përsëri nga Maqedonia të vija te ju dhe nga ju të përcillesha në Jude. Vallë, mos kam vepruar me mendje lehtësi duke synuar këtë? Apo ato që unë synoj sipas mishit i synoj, që të jetë tek unë po ja po e joja jo? Por Perëndia është besnik, fjala jonë dhe jush nuk u bë po dhe jo. Sepse biri i Perëndis, Jezu Krishti, që u predikua ndër ju nëpërmjet nesh, nëpërmjet meje, Silvanit dhe Timoteut, nuk u bë po dhe jo, por u bë po në të. Sepse të gjitha premtimet e Perëndis janë në të po dhe në të amen për lavdi të Perëndis nëpërmjet nesh. Por ai që na forcon bashkë me ju në Krishtin dhe na vajosi, është Perëndia, i cili edhe na vulosi dhe na dha kaparin e frymës në zemrat tona. Por unë e therras Perëndin për dëshmitar mbi shpirtin tim që për t'ju kursyer nuk kam ardhur më në Korint. Jo se kemi pushtet mbi besimin tuaj, por jemi bashkëpunëtor të gëzimit tuaj, sepse ju qëndroni në besim.